Bypassi i Murrizit, i cili shërbeu si rrugë nacionale, i është nënshtruar një rehabilitimi kohët e fundit. Pjesët e dëmtuara që kur kishte qarkullim të automjeteve nuk riparoheshin, por janë asfaltuar kohët e fundit. Gjatë një vëzhgimi të bërë në të gjithë gjatësinë e këtij bypassi, vihet një ndërhyrje pjesshme, por në shumë segmente është bërë ndërhyrje plot. Banorët e fshatit Bastër Murriz thonë se shkak për këtë riveshje të bypassit është bërë dëmtimi që ka pësuar tuneli kryesor i Murrizit. Hagim Lila thot se kompania pritet të zhvendosë qarkullimin e automjeteve nga bypassi në momentin që do të nisë puna për riparimin e dëmtimit që ka pësuar tunelin afërsi të kilometrit të dytë në drejtim Tiranë-Klost. Ky informacion sipas Lilës është nga specialistët që punojnë aktualisht në tunelin e emergjencës. Ta ka shtruar firma sepse ishte bom me plasaritje, edhe për shkak të arsyes tunelit që mund të bëjë bypass, mund të marrë nga bypassi, do të bllokohet tuneli muaj 2 muaj, do të bëhet riparimi. Pasaj të kthehet pap mirëqenien si ka qenë. Edhe kështu kanë thonë këto mi fjalë që kanë kalu, ka bëjë çik plasi, ka bëjë çik lëvizje, nga arsye teknike që kanë qenë. Edhe për kaq, mi fjalë është ajo, e thonë se ka bërë firma. Gjë një punë mi fjalë që mos kenë pengesë mjetet për arsye. Kur mbyllet tuneli, kjo do të jetë mi fjalë që rrugë kalimi për gjithë mjetet, ta kupton. Si ku ka qenë më përpara, pa arsye, sepse për shembull punimin e tunelit edhe nuk kanë ka të kalojnë, a kupton? Se i vogli akoma është në punë, është mi fjalë të bë punimin të, edhe mjetet sigurisht do të kalojnë se s'kan me kalu tjetër mi fjalë, a kupton? Pagesë rrugë si nuk është për mjetet të rënda. Po mi fjalë informacione si tuneli do të bllokohet sepse ka bëjë çikulje për shkak arsye se s'nike mi fjalë tokës. Edhe nuk e di tash mi fjalë se sa më të zgjasë, ja kupton, punimet. A zgjat i muaj, a zgjat 2 muaj, a zgjat 5 ditë. Nuk e dihet mi fjalë asaj sepse ato janë në riparim me sipër. Segmenti më i dëmtuar i bypassit të Murrizit ka qenë në anën e Tiranës, por ndërhyrje janë bërë edhe në anën e Xhibrit të Klosit.